Zoti Klosi, po e nis me ju. Riktheheni në qarkun e Durrësit, ku keni qenë drejtues politik edhe më herët, më duhet të them që keni patur rezultate të mira, krau juaj i djathtë asë kohe ka qenë Vangjush Daku, ish kryetar bashkie. Është kjo arsye e rikthimit tuaj në këtë qark, pra pse ky rikthim? Pra po rikthehet në një farë mënyre ky binomi ose ekipi Klosi Dako? Pra një rivendosje ekuilibrash, një riangazhim i Dakos? Do doja të fillojmë pak me ato komentin tuaj në editorialin Hyrës, pra pse Partia Socialiste ka filluar kaq herët, po. Kaq herët. Padyshim, nëse do të referoni kronikave tuaja, do të shikoni që çdo vit ne e kemi bërë këtë, pra jo çdo vit, po çdo vit para zgjedhor ne e kemi filluar këtë punë. Ka qenë viti 23-24 kur filluam punën për garën e 25. Tani jemi në periudhën statutore që kemi një organizimin tonë të brendshëm për shkuar në garën e 2027 përgatitur. Periudha e këtyre 3 muajve deri në mes qershorin kur ne kemi edhe festën ose le të themi 35 vjetorin e Partisë Socialiste do të jetë një periudhë e mbushur me aktivitet politik, me bisedë me Partinë Socialiste. 12 qershorit. 12 qershorit, por kemi gjatë gjithë kësaj kohe do të kemi zgjedhjet në strukturat tona lokale. Që të shkojmë në ato zgjedhje do të kemi bisedë, do diskutime me partinë, analizë. Vetëm zgjedhje në struktura, Edi Rama nuk ndryshon apo jo? Për kryetarin zgjedhjes keni. Partisë Socialiste, ne kështu e kemi ndërtuar, nuk është se e kemi një gjë të fshehtë, e kemi që e gjithë struktura zgjidhet, fillojnë që nga zgjedhjet organizata, kryetarët e njësive në çdo 2 vjet. Pastaj për të shkuar në forumet drejtuese një herë në 4 vjet, dhe kryetari i partisë fitues është automatikisht kryetari i partisë. Pra, për sa kohë që gara fitohet, ne kemi që konfirmohet kryetari i partisë dhe gjithë strukturë, le të themi, jemi në një moment që ne bëmë një analizë ditën e shtunë, dhe analiza qartazi duke krahasuar me gjithë rezultatet e 35 viteve jetë Partisë Socialiste, jemi në momentin më fitues të strukturës sonë, në momentin ku realisht ndjehemi shumë mirë të organizuar, po edhe pse kemi... Po dhe tani do të merrni të gjitha, keni thënë. Në asnjë garë... Mos lini asnjë bashki. Në asnjë garë, Partia Socialiste nuk hyn për të humbur një bashki. Pra, kemi vite që garojmë për të fituar të gjitha garat lokale sidomos, që të ke përgjithshme padyshim nuk jemi naiv, themi do marrim 100% rezultat. Do marrim atë që ne kemi pasur në zgjedhje, 50 pak %. Kësa radhe kishim një rritje nga 28% 2021 vajtë në 53%, vot lokale 52%, plus emigracionin që në arritin në shkruajnë 53.3%, Partia Socialiste me 820.000 vota, shnon dhe temi atë stegën më të lartë garës saj. Po edhe pse kemi këto rezultat fitus, në asnjë moment nuk pranojmë që aq se jemi të fituar dhe ta lëmë me kaq. E kemi bërë këtë punë, do ta bëjmë, do kemi impenjim, se e kam thënë shpesh. Të qartë ishit ju, i doni të gjitha. Politika është punë. Vetëm parlamentin mos na e bëni me 140 deputet socialiste, pastaj kush do i bëj opozitë. Politika është një profesion që kërkon shumë punë, shumë energji, shumë njerëz të angazhuar, edhe shumë orë pune. Ne e kemi në atë ADN-n tonë që të merrem me çështën e organizimit, me çështën e rregullimit problematikave që kemi në struktura, dhe kemi filluar tashmë punën për t'ia dalë që të kemi rezultatin pozitiv. Por në këtë kuadër, për të përgjigjur pyetjes suaj, ndryshimi drejtuesve të qarqeve është krejt normal, nga disa, domethënë garat fundit, unë kam qarkun e 6 apo të 7 ku... Që lëviz, rikthimi në Durrës, pra është dhe një rikthimi binomit... Durrës ishte një moment shumë i rëndësishëm për Durrësin. Dako Klosi në një farë mënyrë. Durrësi, po ta shikosh edhe në ato, në analizën që i bë, është nga ato qarqe që ne kalojmë 50% të temet fitimit, jemi më shumë sa në 2021, por realisht edhe me lëvizjen e drejtuesës politike, Zonjë Sako, e cila tashmë si kryetare e Bashkisë Durrësit do të përgatitet për garën e Bashkisë Durrësit që vjen në vit në ardhshëm, është e pa logjikshme të mendosh një kryetar bashkie në detyrë, në garë, tjetë drejtues politik. Edhe prandaj ka lëvizje të drejtuesve, të gjithë drejtuesve politik, pothuajse të gjithë ose shumicës drejtuesve politik,
Kjo për të korrigjuar ato çfarë na kanë dalë nga analiza zgjedhjeve të kaluara, por natyrisht për t'i dhënë një impuls të ri punës partisë në të gjithë territorin. Okej, kjo ishte përgjigja, pra nuk ka një rikthim të binomit, se e ka regjia një foto të fundit që ka dalë e juaja bashkë me zotin Vajgjush Dako. Në nivelin personal nuk kam asnjë pyetje. Por, a do ketë një rol, një angazhim politik, zotit Dako, në Zotit Dako fushat? tani është në jetën e tij private dhe